want to say a few words about the situation in Los Angeles, California. Have you heard of the place? Where I've deployed thousands of National Guard troops and hundreds of Marines to protect federal law enforcement from the attacks of a vicious and violent mob. And some of the radical left, they say, oh, that's not nice. Well, if we didn't do it, there wouldn't be a Los Angeles. It'd be burning today, just like their houses were burning a number of months ago. Generations of Army heroes did not shed their blood on distant shores only to watch our country be destroyed by invasion and third world lawlessness here at home, like is happening in California. As Commander-in-Chief, I will not let that happen. It's never going to happen. What you're witnessing in California is a full-blown assault on peace, on public order, and on national sovereignty carried out by rioters bearing foreign flags with the aim of continuing a foreign invasion of our country. We're not going to let that happen. Remember, millions of people were allowed to come into our country totally unchecked and unvetted by stupid people or radical left people or sick people. But regardless, open border policy, the dumbest policy. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në 360 gradë. Siç edhe e dëgjuat, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës flet për një pothuajse luftë civile. Në qoftë se nuk do të ishin trupat Marines, nuk do kishim më Los Angeles. Pra, se thuash revolta, protesta e brendshme, përplasjet civile në Shtetin Bashkuar të Amerikës, posaçërisht në shtetin e Kalifornisë, që është ndoshta shteti më i lullëzuar mbas New Yorkut, një nga fuqi botërore, vetëm si shtet ai mbahet fuqia e 6 e 7 dhe botës për sa i përket prodhimit dhe për sa i përket prosperitetit. E megjithatë, mbahet dhe si kryeqendra e liberalizmit, e të paktën e mbështetjes së një Amerike si mbas një vizioni me cilin Donald Trump nuk është dakord. Edhe shumica e popullsisë amerikane që votojnë Donald Trumpin nuk është dakord, por protestat janë të tilla sa që është hapur një debat. A duhet të shkonte ushtria? A duhet të jepesh këtyre protestave forma një lufte? Sepse kur shkon ushtria do thotë që kemi një gjendje të jashtëzakonshme. Kur kemi një gjendje të jashtëzakonshme në një përplasje civile, do thotë kemi rrezikun, siç tha presidenti Trump, të degenerimit në një luftë civile. Pra do shfarosë Kalifornia. Apo kemi atë që thot opozita dhe liberalët amerikanë që jemi në paradhomën e pasionit diktatorial të Donald Trump. Fjalë të mëdha për Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku sigurisht për fat mirë të njerëzimit dhe vetëm të Amerikës nuk ka patur asnjëherë diktatura. Kjo do jetë minutazhi jon i parë. Jam këtu me Dritan Goxha, më brava Dritan, rikthehesh. Xhavi Çala, ekspert, mirëmbrëma. Det Prenga Gjeneral, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Alfred Pollumi, ekspert i gjeopolitikës, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Enita Bozhegu, ekspert e drejtës ndërkombëtare, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Enita, cilat janë vetëm përpara se fjalën, ka ndodhur një tragjedi e madhe ajrore. Një aeroplan i Air India është përplasur dhe janë shkaktuar 290 të vdekur, por fakti i aksidentit është një pistë. Fakti që eksponentët CIA dhe të Mi-16 janë shërbimet sekrete britanike, përveç se ka patur pasagjera aty, kanë shkuar me vrap për të ekzaminuar origjinën e këtij aksidenti. Duke ngritur hipotezën jo vetëm të aksidentit, por edhe të një, po themi, atentati apo të një atentati terrorist. Po. Pra, do thënë, kjo pistë nuk përjashtohet në këtë situatë që jemi sot. Atë, kthehemi tek kjo tema jonë kryesore, Nida. Në cilat klauzola kur autorizon presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës apo dhe një vendi tjetër futjen e ushtrisë për të dominuar sheshet, protesta?
Nga ana ligjore flas. Nga ana ligjore, Amerika në fakt, duke qenë se është e përbërë nga shumë shtete dhe pavarësisht faktit se presidenti i Republikës është komandanti i forcave të armatosura, siç është rasti Donald Trumpit, situata duhet të ketë disa konotacione specifike që do të thotë siguria e qytetarëve duhet jetë e cënuar në nivel maksimal. Çfarë do të thotë? Do të thotë që vandalizmi, aktet e dhunës, shpërthimet, aktet terroriste mund t'i quajmë në term të gjerë, duhet jenë shpërndara uniformisht pothuajse në të gjithë territorin, le të themi. Pra duhet jetë shumë vatra njëkohësisht për ta mbajtur nën kontroll. E dyta, duhet jetë që protestat të jenë të një karakteri të dhunshëm në mas të atill sa të ketë pasur dhe pasoj vdekjen, që është më e rënda, sepse flasim për marincat amerikanë, në rastin konkret, të dërguar. Normalisht duhet parë dhe përbërja e protestuesve, sepse duhet parë janë të gjithë, janë shtetas amerikanë brenda, janë të ndryshëm, janë subjekte infiltruar, cilat janë. Analizë, po them, atë rastet janë 1, 2, 3, kur protesta dhe kërngritja shëtëll... është e diversifikuar në shumë... Krijon shumë vatra. Në shumë vatra, njëkohësisht. Që është e pa kontrollueshme nga ajo që është policia lokale, nuk arrin dot ose shteti nuk e vepron dot. Vendos presidenti. Atëherë po, sepse është emergjencë kombëtare dhe duhet shpallet emergjencë kombëtare. Po, Gozhe? Kjo është një nga rastet. Rasti i cili është frizuar është kur cënohen punonjësit federal ose ndërtesat federale. Dhe në këtë rast kemi pasur cënim të punonjësve federal për arsye se... Po nuk lejohet këtu. Si nuk lejohet? Sepse ka një akt të posaçëm. Absolutisht e lejon. Ka një akt të posaçëm që është kushtetues, që do të jap dhe emrin, që nuk lejon që të ndërhyjnë. E lejon totalisht në parakitjen para Kongresit të Ministrit Mbrojtjes të Amerikës së Ekstra, edhe senatorët rënë dakord që teknikisht është dhe ligjërisht është në rregull, por moralisht pasaj është diçka tjetër. Atëherë, guvernatori i Kalifornisë, pikërisht për këtë, se këtu është një problem akoma më madhor, se është institucional dhe që ka precedent. Një sekond, thret, atë që është ligji i Pos Comitatus Act, që ndalon çfarë do lloj ndërhyrje të Gardës Republikës, po e quajmë të rast, pra të marincave, 4000 forca. Jo, s'janë marinca, maricat janë dhe marinca, se janë dhe marinca, nuk është problemi. Janë 4000. Burimet e fundit i dhanë tani. Ka dërguar tani të fundit fare, i fundit fare janë dërguar 4000 marinca. Kjo vjen nga Reuters, nuk është e themu. Saktë. Dhe akti është Pos Comitatus Act, i cili e ndalon në mënyrë të shprehur përdorimin e forcave të armatosura si instrument për të vendosur rendin publik. Po, ky akti nuk qëndron në Kushtetutën e Republikës. Tani, Kushtetuta qëndron me çdo lloj akti dhe me çdo lloj ligji. Dhe Kushtetuta jep të drejtë presidentit të Republikës. Po, jep në rastin që cënohen punonjësit federal. Pra, punonjësit e njësisë të deportimit dhe të imigracionit janë punonjës federal. Në rastin që të cënohet jeta e tyre. Automatik presidenti ka të drejtë të aktivizoj forcat ushtarake. Por kjo gjithmonë nëse, sepse këtu është problemi i interpretimit, nëse forcat e mbrëmshme të shtetit nuk janë në gjendje të kontrollojnë shpërthimin dhe duhet jetë në disa vatra. Sepse ka disa kushte, nuk është se ti qosh mëngjes edhe unë të qoj... Presidenti e bën nuk është parë që ka ndodhur kjo. Tani, unë po them, ligjërisht si bëhet interpretimi i saj. Kërkesa ishte ligjore, nëse ka bërë Donald Trump një sforcim apo jo të kushtetutës. Shala? Këtu bëhet fjalë që forcat armatosura, këtu kemi dy kategori. Kemi gardën kombëtare, garda kombëtare është forcë quhet rezervist. Kurse marincat janë forcë armatosur. Marincat kanë kategori tjetër dhe ushtria ka nivel tjetër përdorimi. Pra, nëse... Ne pam dhe autoblinda dhe tanke, nuk e kemi të t'i shofim. Tashme, garda kombëtare është autoritet që e përdorin edhe guvernatorët, por në nivel vendor, por mund ta përdori edhe presidentin në nivel federal, pra i merr kompetencë. Kurse, për rastet e ushtrisë, përdorimi është shumë specifik. Në rastin e marincave, ai ka për rast kur cënohet siguria kombëtare, pra ka akte terroriste e tjerë, kur cënohen kufit, pra për mbështetjet agjentësitë e kufirit, forcat kufitare, tjetër kur në raste emergjencash dhe në raste fatkeqësisht. Dhe kjo në nivel vendor nuk kanë autoritet për të përdorur forcat e armatosura, përveç gardës, pra kategorinë e gardës. Po presidenti ka? Presidenti ka. Këtu problemi është tjetër tashmë. Unë mendoj problemi është
a u shtëruan të gjitha kapacitetet në nivel vendor për zgjidhjen e kësaj krize? Sepse guvernatorët dhe kryetari i bashkisë pretendojnë që nuk janë shtëruar, pra është guvernatori është demokrat, është unë nuk du ta përfshi nga ana politike, nuk du ta përfshi nga ana politike, du ta përfshi, po t'i bëjmë një analizë profesionale. Ato bëjmë politikë. Nuk po e shaj Trumpin, nuk po e shaj Trumpin, mos u bëjmë. Nuk po e shaj. Se janë kryer ai problemi, ta marroj unë këtë që fillova, ashtu. Tashi, a u konsumuan të gjitha masat në nivel vendor? Në nivel vendor dhe patë autoritet prefekt, ai guvernatori për ta përdorur. Nuk ju dha kohë as guvernatorit, pavarësisht unë po merr me anën profesionale, nuk po merr me anën politike, nuk po më intereson për momentin. Pra, edhe guvernatori, edhe kryetari apo kryetaria e bashkisë kanë nxjerr pretendimin që nuk kishte kaluar protesta në atë nivel sa të bëj kërcënim kaq i madh për rendin dhe sigurinë. Dhe ata pretendojnë që kjo pasaj nxiti reagime të dhunshme. Megjithatë, me sa kam pa gjitha filmimet që kam ndjekur, nuk është se ka pas reagime të dhunshme të përmasave që mund të justifikoj përdorimin e marincave. Atë jemi në limitet e luftës civile, se këtu është problemi. Trump thot nuk bëhet fjalë për luftë civile. Po edhe një herë, që të qëndrojmë ke aktorët kryesor të kësaj, po të mos e kishim bërë këtë, pra që ose nuk do kishim futur forcat federale të rendit dhe marinsat, nuk do kishte më Los Angeles, do t'ishte në flak sot. Ajo që po shihni në Kaliforni është një sulm i plot në e paqes. Politika e kufive të hapur është një politika më idiote. Goxhaj. Çfarë ndodh realisht? Ku është politika, ku është justifikimi? Përdorimi i forcave ushtarake, pra, edhe gardës, edhe nuk është përdorim kundër demonstruesve. Në rast se do ishte përdorim kundër demonstruesve, atëherë po qëndrojnë gjithë ato që thamë parafolësit. Po. Garda dhe marinsat janë atje për të mbrojtur aktivitetin e forcave federale. Pra vetëm atë bëjnë. Goditur gazetar me plumba gome, mo? S'kan goditur këtë. Kush e ka goditur? Me plumba gome janë goditur. Po pra, policia është gabrë. Jo, thuhet, pak në lajmet vinë nga marincat. Marincat kanë goditur me plumba gome, influencer, videomaker që kanë qenë prezent, njerëz që nuk kanë fare lidhje me gjën, student, sepse ajo që është problemi aty është që janë shumë njerëz brenda. Po pra, këta shumë njerëzit brenda, kemi një protestë të dhunshme, me djegje, me plaçkitje, edhe gjithë se cili del atje dhe thotë, unë s'kam lidhje. Po kjo është e pa kuptim, pra, nuk mund të themi që në një protest, a i s'ka lidhje nuk del protest. Sa të po shofim flamoj jo amerikan. Atë po shofim flamoj tjerë. Dhe duke par flamoj tjerë, për qëfar do të bash, dakord, a ka neshje futbollit aty? Qa po bëhet? Pse flamoj tjerë? Sepse ato kanë një identitet dhe përkatësi kombëtare se cili, dhe janë njerëz që kanë një origjinë. Njerëz që kanë arë me lyp azil, politik, ekonomik, ose aty, dhe nuk kanë të drejtë të përdorin flamurin këtyre kombëtar kur vinë për një çështje tjetër. Nuk është ndaluar përdorimi i flamurit kombëtar. Nuk është, por atëherë aty po të cënohet identiteti, autentiteti i shtetit ku kanë shku. Kur shkon në një shtet, do të respektojnë edhe shteti mikpritës rregullat tuaja, dhe ti kur shkon do të respektosh rregullat dhe kulturën e atij shteti. Jemi shumë dakord, po këtu po flasim edhe për luftë me studentë. Ligjërisht nuk venos Trumpi zoj se kush merr azil, kush nuk merr. Konventa për të drejtat e azilit. Janë 12 shtete që ai deklaroi në mënyrë kategorike, janë 12 shtete ku, më fal Zhej nëse mund të hap dhe pak klapat, është dhe Afganistani, kur ne i kemi shteta si të Afgani, kemi Shqipëri, ku ju premtua dhe atyre që do të shkoni në Amerikë 3.000 ca, që ofse mbani mend, të cilët tashti ngelen të bllokuar përfundimisht në Shqipëri, pavarësisht se si ndryshojnë politikat, janë dhe 11 shtete të tjera, në të cilët janë kategorikisht të ndaluar të hyjnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se janë konsideruar terrorist dhe të gjithë çfarë janë të këtyre shteteve do të largohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe këtu lind problemi, do të largohen edhe ata me shtetësi amerikane? Sepse këtu është konflikti që ka lindur për te atyre që janë ilegal. Nuk është larguar as me shtetësi amerikane, nuk është larguar as njeri që ka fituar drejtën e azilit. Ishe shumë e qartë të artikulimin tëtë, taj të bëjmë artikulimet se cili, po mbaroj Goxhaj, baza ambicion janë generalit.
janë dërguar, është e njëjta bazë që është përdorur në vitin 1924, ku Patoni udhëhoqi forcat ushtarake për të mposhtur një protestë të veteranëve në atë kohë. Në 24. Me vendim të presidentit, Biles Patoni përdori edhe tanket, edhe ato blindat, kundër protestuesve në Washington. Po shpërdorën në 70-ën. E njëjta bazë. 70-ën u përdor për protestat e luftës Vietnamit. E njëjta edhe për 24 për protesta kundër luftës parë, pasi që kishin dhënë bonuset. Dakord. Pra, njëta bazë. Pra baza qëndron, nuk ka shkelje të ligjit. Por historia e shtetit demokratik në kohë ku jetojmë dhe me masat, Po ajo që po ndodh ka bënë shtetin demokratik. I ka paralajmëruar këto masa që në kohën e fushatës, që unë të marrë masa drastike për të penguar emigracionin e paligjshëm dhe për mbrojtjen e kufive. Dhe këtu ai është në rregull me programin që ka lançuar. Dhe ka marrë votat për këtë. Dhe ka marrë votat dhe ka marrë mandatin e popullit amerikan për ta bërë këtë. Problemi këtu ishte a u tejkaluan masat. Dhe unë kam një pyetje me dy krah, po do jap një fjalë në Gjeranit. E para njërë se porim këtë tejkalimi Trumpit. Ore, këta protestuesit, vërtet janë një rrezikshmëri për luftë civile në Amerikë, sepse që të keshtu luftë civile do të thotë që dy palë amerikane të jenë të papajtueshme në konflikt me njëri tjetrin dhe papajtueshmëria e tyre shndrohet të përplasje lufte me njëri tjetrin. Amerikanët e kanë provuar luftën civile. Tani, këta janë në shtetës amerikanë që mbështesin ligjet e vjetra të mëparshme të emigracionit, plus emigrant, pra ka një rrezikshmëri reale, apo është një show nga dyja palët? Pra sepse edhe show nga protestuesit dhe show që nga presidenti, që do ta bëjt madhe në mënyrë që të shfikoj atë këndërin e vetë. Që niveli i kërcënimit nuk është i atill në kushet për përfunduar një luftë civile. Vjarë Prenga, si e mendon? Duke parë zhvillimin e situatës në Los Angeles, do thosha që Trumpi si president i Shtetit të Bashkuar të Amerikës i lindet drejta për ta përdorur si marinë sa ashtu dhe gardën kombëtare për ta kthyer në efekt të veprimtarisë federale, gjithmonë duke filluar që nga viti 1792, për herë të parë kur është miratuar në ligj, dhe është përdorur disa herë, viti i fundit mos gabojmë ka qenë 1992 kur është përdorur, dhe në një farë mënyrë po të analizojmë parë në njëri kënd vështrimi, do thosha që qëllimi i presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës në këtë rast kryesor i tij është dhe lidhet drejt për së drejti me dekurajimin e protestave dhe me mbrojtjen e punonjësve federal, pra për zbatimin e një nga masat kryesore që ai ka ndërmarrë dhe një nga premtimet e fushatës. Pra, si më themi, deportimin e imigrantëve. A është realisht situata në këto kufit, unë e quaj disi të egzageruar për nga mënyrat e shprehurit, duke patur e marrë në konsiderat veprimet konkrete në teren për aq sa ne kemi informacion. E para dhe e dyta, duhet marrë në kundrapesh edhe reagimi pa çka pozicionit politik që mbajnë si guvernatori ashtu dhe kryetari i bashkisë, pozicioni tyre relativisht tregon që forcat që ata kanë në dispozicion, si të policisë, ashtu dhe të gardës, nuk janë përdorur dhe nuk kanë treguar që janë totalisht të paafta për të vepruar, për të pajtur dhe mbajtur situatën në kontroll. Rrim pak tu, tani, pyetja ime është kjo. Në Shqipëri, për analogji tani, çfarë duhet bëj një protest, do të jap janë pastaj, çfarë duhet të ketë një protest që për shembull kush e urdhëron këtu daljen e ushtrisë? Komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura. Presidenti apo kryeministri? Presidenti. Presidenti. Në çdo vend përgjithsisht komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura është presidenti. Kryeministri. Garda. Garda nuk është forca armatosore. Garda nuk është pjesë e forcave të armatosura. Po, 4 veta në bulevard. Garda nuk është jo, po nuk është pjesë. Është ministrisë të brendshëm. I përket ministrisë brendshme. Pra i përket ministrisë brendshme. E komandon kryeministri atë. Tash nuk quhet janë, por nuk janë pjesë e forcave të armatosura. Tash nuk quhet më komandant garde, quhet drejtori i gardës. Se dhja u të ndryshim, pas ka do gjatë. Jo, një ligj, ka një 3 vjeç, është ligjërim i gardës. Është ligjëri. Ka një 3 vjeç. Është për ruajtjen dhe sigurinë e autoriteteve shtetërore. Nuk kanë më grada ushtarake, kanë grada policore. Është bërë ligjëri në momentin që u nda garda dhe shërbimi policor i shtetit. Nëse për shembull ndodh një protestë, nuk ndodhin protesta se nuk dalin, s'kan plasë njerëzit dhe mirë bëjnë. Ndodh një protestë e madhe këtu. Tani supozojmë se nuk del policia,
si përkufizohet rrezikshmëria, se tani më demokratikës Amerikës semi do të ne. Kush e urdhron? Mbledhet Këshilli i Sigurisë Kombëtare dhe presidenti është kryetari dhe presidenti është dhe komandi i përgjithshëm i forcat armatosura që urdhëron. Ajo mbledhet në urgjencë dhe janë pjesë e tij, janë kryeministri, ministri i Brendshëm, ministri i Mbrojtjes dhe të gjithë ata nuk ka nevojë se ja ka lënë që 1792 ja ka lënë kompetencë kushtetuta dhe ligji ta përdor presidenti. Kemi një parasysh në Shqipëri. Kemi ditën e zgjedhjeve, pra objektet qeveritare i ruan ushtria. E rëndësisë veçantë. Është përcaktuar me ligj. Del ushtria dhe i ruan jo policionet. Njësoj si me qenë në shtetet federale që ruan ushtria objektet federale. Pra e njëjta analogji është. Këtë herë me stadion nuk u përdor. Në qoftë se e shikon të arsyeshme dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i paraqet kërkesë strukturave që për kur ka informacion. Si mund themi ka informacion të dhëna, atëherë i shkon dhe merret vendim. Me transportin e fletëve të votimit, me shpërndarjen e fletëve të votimit para zgjedhjeve. Po gjithmonë kur ka informacion për akte të dhunshme karshi. Vetëm kur ka informacion. Pra edhe kjo informacion vjen nga shërbimi informativ. Hyn veprim forca armatosur. Supozojmë se tani këtu ka një problem, se shumë subjektive kjo. Se po themi kryeministri është një majorancë. Po marrim teorike pyetjen. Mund të ishte Berisha, mund të ishte është Rama, këtu. Dhe protesta është gjithmonë opozitare, me krye qeveritaren. Tani si do marrë, kush do marrë vendimin? Nuk mund të përdorësh ushtrinë për protesta, është një vend demokratik është kategorisht. Po si më në Shqipërisë që të përdoret për ushtrinë duhet të shpallësh zgjendjen e zakonshme. Nuk ka se ka shpallur në Kaliforni. Jo, është drejtë e presidentit. Ai ka drejtë ta përdori pa shpallur. Presidenti ka autoritet tjetër atje. Neve duhet të shpallë gjendja e zakonshme. Ne ne fashizëm përdor ushtrinë. Jo, kemi një ndryshim pas Leon. Se nuk do të hyjë pjesa ligjore. Pra ne jemi republikë parlamentare, ata e në republikë presidenciale dhe ndryshojnë kompetencë. Ushtria në rrugë është ushtri në rrugë, si në republikë parlamentare, si në një parlamentare. Gjendja e zakonshme që ushtria dalin. Okej. Atë Kolumbi, guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom, thot, Trump i paft, he loses his mind, ka humbur mendjen, shpëndër. E vërtet, kush e ka humbur mendjen? Guvernatori apo Trumpi? E vërtet që ata humbën mendjen dhe deshin të humbin edhe identitetin e njerëzimit, duke hapur kufit dhe duke i humbur identitetin kombëve dhe duke bërë diversion për agendat e tyra globale. Se ka identitet kombëtar Amerika është vendi është vend i shumë vendeve, por Amerika identitet racor ka. Amerika ka kombë dhe ka shtet. Është shteti bjondave, ai brunëve, është i të gjithëve, por ama është i ligjit dhe për konventën, kur hap kufit, qa bë? Kur i hap si që hapen liberalët, qa bënet? Ata doshin që të tjetërsoshin identitetin e gjdo kombi, jo vetëm të Amerikës, po gjdo kombi. Ka një konvent... Ti e beson që është një strategji malinje që kanë ata për... Malinje, po qëfar kemi parë? Ku du me dalë me këtë strategji? Strategjia tyre është... E liberalve. Që, kur hum identitetin kombëtar, ke hum identitetin personal, ke hum vlerat familjare, ke hum identitetin e njeriut që ka kriju Zoti. Dhe agendat e tyre i dim fare mirë dhe i kena pa që me pranverën arabe, që do me thënë hapen kufit dhe e paten idenë e tyre globale të pa reglave. E ka për Sarkozia, më ishte i bjath? Jo, ishte Obama atje. Po mirë shumë si ka, Obama ishte me Hillary Clintonin. Po që shpëllidhje kishte, po Sarkozia ishin dore e funit, si Macroni, nuk lujten dore e parë. Palë, Amerika mund këtë pas synim, po Masha ishte Sarkozia, se ke informacione mirë? Jo, e kam shumë të saj se ishte Obama, Hillary Clinton dhe Trump ja ka thonë edhe në fushatën e 2016 që ju kryut pranverën arabe për agendat tuja. Ti e do mënë që Ben Aliut vazhdojnë të tishte. Po ishte... Gjedafit vazhdojnë të tishte. Po nuk është se të vazhdojnë... Nuk ka kontra... Ata me protesta lokale mund të rëzoheshin me popullin, por e kapim thelbin. Përsa i tokon të drejtave refugjatve, në Amerikë të drejtat e refugjatve janë në bas të një konvente, të pestenishit. Spani, nga drejta e refugjatve këtë pranverë arabe se më shërëtojnë... Jo, po kapim të thelbi pëse është protesta. Gjedafin, Mubarakun
në Egypt dhe Benaniu në turizm. Mirë, po krijoj stabilitet politik atje? Jo, Ajo i destabilizoi sepse pat ndërhyrje të qëllimshme që gjithë ata njerëz të emigronin. Ku janë sirianët? Kishte emigrim nga Siria? Ka qenë debati më shumë demokraci dhe me pak siguri, apo më shumë siguri dhe me pak demokraci? Po, Amerikanët mbështeten atë që kishte kalu kohë që kishte po. Amerikanët ju rrezikonte dedollarizimi i Afrikës, atë që nisi Kadhafi. Po flasim për shtetet nisi që u në përfshin. 2009 atë që BRICS-i bëri para 4 viteve. Dhe Kadhafi në 2009 nisi dedollarizimin e Afrikës dhe i bëri mundësi të gjithë që të blenin naftë dhe gaz në Libi me monedhë bazuar mbi Libia për Europën ishte vend i sigurt, po ishte vend jo demokratik. Po pse më Evropa demokratik? Pikërisht pra, tu po gabimi i madh. Eksportimi i demokracisë është dështimi më i madh që ka ekzistuar. Tu po gabimi i madh, pra, pikërisht pra, tu po gabimi i madh. Demokracitë Amerika dhe Trumpi këtu ka të drejtë. Trumpi ka një drejtë shumë madhe. Demokracitë nuk mund të imponohen. Të eksportohen. Edhe të imponohen, Po eksportove, pastaj do ta fillosh të artikulosh më sepse që këtu filloi shumë e qartë, sepse që a imponojnë në Afganistan 20 vjet. Çfarë? Që në Afganistan? Po. Në Afganistan nuk imponuan asgjë. Në Afganistan shumë e vërtetë. Dhe në fund prapu kryen talibanët pushtet. Bile talibanët morën armët amerikane. Humër një luftë me ca çobandhish. Në Afganistan historikisht kanë humbur gjithë. Nuk është edhe Rusia. Lufta e Gjirit të tutje, lufta e Afganistanit mbrapa e tjerë. Ka humbur gjithë. Ndodhen protestat në janar të 2021, kur humbi Trumpi, të gjithë ish presidentët, nga Obama, nga Clinton, nga të gjithë, u ngritën e nuk lanë gjë pa thënë, me deklaratën. Tashmë po digjet një shtet dhe i ke dëgjuar gjë të thonë në jo, për hir të vërtetës, më fal Goxhaj. Më fal Goxhaj, për hir Goxhaj, më fal, për hir të vërtetës do të digjet Amerika. Rreziku i luftës civile shtohet nëse politizohen këto. Pra, nëse një krah politik në shtetin nëse politizon, ajo rrezikon pastaj luftën civile. Presidentët nuk e politizojnë, po të flasin. Jo, për hir të presidentët nuk e politizojnë. Nuk po flasin për presidentët këtu. Po në Amerikë po flasin për këtë. Nuk po flasin për të neve. As kemi pasur, as kemi president. Ron DeSantis bëri një deklaratë i Floridas, bëri deklaratë që këto po mbështeten nga lëvizja sorosiane. Këto protesta dhe po financohen. Nëse kjo është e vërtetë, pastaj kjo është ajo që thot ai. Që po financohen nga disa shoqata. Kjo është me interesa të ndryshme, por që në fund kanë një pikë përbashkët. Kjo rrit nivelin e kërcënimit. Se dim. Për hir të vërtetës, që deshta të theksoj se Hillary Clinton e kritikova, po këtë herë ishte drejtuar guvernatorit të Kalifornisë dhe i kishte thënë në mënyrë statistike, pra me humor, që këto vërtet janë protesta paqësore ku po digjen, dhe i kishte thënë qartë që këto nuk janë protesta paqësore. Pra kishte pranuar që këto nuk janë protesta paqësore. Dhe të nxitet një protest për një rregull të konventës refugjatëve, që kush merr të drejtën edhe statusin është përcaktuar me ligj dhe i vendosin gjyqtarët amerikan, pra qoftë dhe gjyqtari më i thjesht i një shtetit më dobët në Amerikë mundet me hell poshtë çdo venim Trumpit, për sa i takon emigracionit. Mos e bëj kaq të thjeshtë. Jo, është e nxitur, po përdoret emigrimi. Vendimi i Trumpit është vendim ksenofob. Vendimi i Trumpit është vendim ksenofob. Pra arrestoni çdo kënd që është emigrant edhe merr dhe çoj. Aktualisht? Jo, në absolute jo. Ata që janë pa regjistruar, ata që janë pa letra. Jo, në absolute jo. Ata që janë pa letra... Nuk po pyesin se këpozën, dhe kjo është ksenofobie pasë. Jo, në absolute, kjo është e nxitur dhe nuk është e vërtet në mënyrë më absolute. Asni nuk ka ikë me letra. Se e ka nxitur, po ume? Kush e ka nxitur? Është agenda e humësve liberal. Dhe ata duen të kapen pas fije zbarit.
Dhe jo, është e vërtet kjo. Na prunën edhe në Shqipëri baza refugjash. Jo, më tash do t'i mbajmë faleminderit presidencës Trump dhe ne afganët i kemi të mirë pritur. Jo, tashmë i kemi të mirë pritur. Mua, neve na i solli administrata, i solli administrata Pararence, por administrata aktuale po na i lë peshesh. Do na bjerë dhe sa administrata Kosova sot me vendim qeverie pranoi me shumë dashamirësi, por për arsye gjeopolitike përkohësisht e ka pranuar. Edhe ne përkohësisht i pranuam afganët më përkohësisht i morëm ne, po çfarë ndodhi mbrapa? Pak okupuan. Tani duhet shkatërru pra kjo lloj politike dhe Trumpi do të shkatërrojnë emigracionin e koaligjshëm. Ne këdo që s'do bota e marrim ne. Pamera. Kë s'do bota e marrim ne. Dy analizat qeta nga Prenga dhe pastaj nga Shala. Ka rrezik për shkallëzim të mëtejshëm si mbas informacioneve që keni të kësaj përplasje, pra ushtria e shuan zjarrin apo ndez një zjarr më të madh? Duke marrë në konsiderat ato çfarë situatat kanë paraqitur para nesh, dhe pa pretenduar që kemi gjithë informacionin e nevojshëm që ka, si më themi, pjesa elita drejtimit të Shteteve Bashkuara të Amerikës, unë do thosha që nuk besoj se do të ketë përshkallëzim deri në ato nivele sa të quhet luftë civile. Është përdorimi ushtrisë kundër një proteste opozitare apo kundër një regjimi? Ushtria është në gatishmëri dhe nuk është në përdorim deri tani. Pra është në gatishmëri, është thirrur në gatishmëri, për çan në gatishmëri dhe do të ndërhyjë nëse ndodh, por jam i bindur që nuk do të ndodh, nuk do të ketë një gjë të tillë, pavarësisht sepse ku i ka interesuar kjo mënyrë organizimi, do thosha, sepse shumë mirë në aspektin ligjor, duke zbatuar ca procedura, duke i dhënë kohë, mund të ishte organizuar në mënyrë krejt tjetër normale, pjesa federale. Analistët italianë dhe britanikë që kanë ndjekur unë, thonë që ushtria, ushtarët, pavarësisht nuk janë të specializuar për menaxhimin e çrregullimeve urbane dhe bëjnë gabime. Normal. Do ka një koeficient gabime shumë më madh se sa forcat e specializuara. E kanë trajnim. Po Marinca e kanë të trajnim. Garda veçanërisht e Marinca. Po i kanë gjakun e nxehtë dhe thonë grileto facile, do kanë Friga rua vesh. Policia ka më të lehtë grileto se sa. Friga rua vesh. Unë mendoj që për të dy palët është mirë. Përse? Pamja do të frenoj ata protestuesit. Sot është më e sigurt se dje. It's good news. Unë mendoj që është lajm i mirë për sa kohë ata e kanë organizuar në këtë formë. Jam dakord. Shara për ta mbyllur këtë se nuk pas ka asnjë rrezik, siç është zot. Problemi është nëse do ketë interferenca në dy drejtime. Para, interferenca nga krimi organizuar, sepse dihet që emigracioni ka problematika që lidhen me krimin organizuar, dhe e dyta, interferenca politike. Nëse do ketë nga këto, mund të shfaqen persona të armatosur, dhe shfaqja persona të armatosur, pasaj mund të arëndoj situatën. Në radhës e protestës. Në radhës e protestuzve. Diversione. Dje dhe sot ka pasur sulm me armë ndaj forcave të policisë në Los Angeles. Edhe janë qofse ka protestus me armë nga kartelet, meksikane. Është kjo që thashun për krimin organizuar. Pra, Trumpi është me drejtën e tij për të zbatuar ligjin, por nëse duhen konsumuar të gjitha ato në nivel vendor. Tashmë ajo nuk mund të kthehet më mbrapsht, kështu që duhen marrë Trumpi ka drejtën të përdorë gjithë autoritetin e tij. Kemi parasysh jelek verdhët se ç'bën në Paris. Doqën Parisin dhe nuk u cënu demokracia. Amerika tani është më e sigurt, edhe se kemi edhe një haltje dhe ka edhe një të drejtë të federalizojë edhe forcat policore. Kurse kemi edhe një haltje dhe ç'është federalizimi i forcave policore, nëse martohet. Me kë martohet? Martohet, po tani. Po martua një herë. Jo më tani se shkon bëhet fjalë që po përgatitet të shkojë. Me kë martohet? Do shkoj te kryeministri. Dhe kryeministri i me kë martohet? Unë preashtoj që Baba Sorosi kur i martohet djali të krijojë të trazia. Po nuk e di me kë martohet, a ka në emrin? Kjo gjë tjetër, më ti je diskriminator. Si ka që martohet, vetë me këtë për hajri qoftë, për hajri. Mjafton ta ketë marrë me dashuri. Po pra neve çfarë duhet me kë martohet? Jo, thjesht më të jashtë diçka interesante.
A e dini se nitratet në ujë janë substanca të dëmshme për shëndetin e njeriut. Nitratet depërtojnë në ujërat nëntoksore nga dekompozimet, ndotja atmosferike, plerat kimike, plerat organike. Për fëmijët nuk këshillohet të konsumohet ujë me përmbajtje nitrati. Nitratet gjenden pothuajse në çdo ujë në treg, por jo tek uji qafshtama. Uji qafshtama është natyralisht me 0 nitrate.